Ca ku i këtij grupi qenësh nuk dihet. E ajo që dihet është se përveç ushqimit dhe strehimit, ata ca kanë edhe sulmin ndaj qytetarëve, ku mund të shkaktojnë lëndime trupore. Qentë e ndacak janë një prej rreziqeve të përditshme që ju paraqitet qytetarëve të Gjakovës. E në rrezik të madh janë fëmijët që në rast të sulmit ata nuk janë të aftë dhe në gjendje që të mbrojnë veten. Rastet e fundit në Kosovë janë shqetësuese ku personat e sulmuar nga qentë janë trajtuar në spitale, e në anën tjetër mungon edhe kujdesi ndaj qenëve nga ana e qytetarëve dhe organeve kompetente, duke krijuar një problem serioz. Nuk janë të rralla edhe rastet kur qenë që dikur ishin të srëhuar në familje, dëbohen e mbesin bara rrugës, nga se nuk ka ndonjë organizim konkret për ushqyerje apo kujdes ndaj tyre me përjashtim të iniciativave vullnetare.